Sigurisht do na jap në një lidhje të drejt për drejt kolegja jon gazetare Gresa Nitaj. Mirëmbrëma Gresa. Mirëmbrëma shpresa dhe për ju në studio dhe për të gjithë shikuesit e Klan Kosovës. Është vërtet shpresa, jemi veç një hap para finales së madhe të Big Brother VIP Kosova 4 dhe mund të themi se emocionet dhe dinamikat brenda shtëpisë tashmë e kanë arritur kulminacionin, me qenë se sonte pra përveç Lodës dhe Elionës, të cilët të shpallën si dy finalistët e parë, do të shkojnë në final edhe 3 banor të tjerë, pra një garë jashtëzakonisht e ngushtë, por në anën tjetër me shumë adrenalin dhe emocionet të ndryshme. Përveç kësaj gjatë këtij prajmi të jashtëzakonshëm, sonte kapiteni i javës do të vihet përballë një përgjegjësie, le të themi jashtëzakonisht të rëndësishme, e cila deri diku do të jetë edhe përparësi për të. Nuk po e zbuloj, meqense mbetet ta shihni ju vet. Si dhe brenda shtëpisë do të kumtohet një lajm shumë i rëndësishëm i cili na vjen nga jashtë, pra një informacion i cili mund të themi se do ta ndryshoj pak rrjedhën e garës brenda shtëpisë, sidomos pra në këtë pikë, pra në gjysmëfinale. Këto ishin vetëm disa nga zhvillimet kryesore të cilat pritet të mbretërojnë brenda shtëpisë më të famshme, jo vetëm në vend, por në të gjitha trevat shqiptare. Mirë, po detajet tjera ju shikues të dashur duhet të ndiqni vetveteu me fillim nga ora 21 këtu në televizionin më të madh në vend, televizionin Klan Kosova. Faleminderit shumë Gresa për këtë paraqitje të drejt për drejt. Edhe njëherë ne ju risjellim 2 nga titujt. Banorët e lagjes Alia Jetin Podojev raportuan në Klan Kosovë se ka muaj që nuk kanë ujë. Madje dyshojnë se u ka rënë edhe zhuga e uji filloi të rrjedh pas mesnatë, ndërsa një ekip mjekësor i vizitoi ata. Spektakli Big Brother VIP Kosova sonte pritet të jetë më zjarr se asnjëherë. 6 konkurrentë gjysmëfinalistë janë në televotim, veç 3 prej tyre shkojnë finale.